Adhurimi i viçit në kohën e Musait a.s. Në kohët e lashta, në tokën që ndante shkretëtirën nga malet, jetonte një popull i zgjedhur nga Allahu, Benu Israilit. Ata ishin pasardhës të pejgamberëve dhe bardhës të një trashëgimie të madhe shpirtërore, por për një kohë të gjatë kishin jetuar në robërinë e faraonit të Egjiptit, të shtypur dhe të poshtëruar. Allahu në mëshirën e tij të pafund dërgoi një pejgamber nga mesi i tyre, Musain a.s. Ai ishte i zgjedhur, i guximshëm dhe me një zemër të mbushur me dëmshuri për popullin e tij. Në lejen e Allahut ai sfidoi faraonin, i tregoi atij shenjat e Zotit, kërkoi lirimin e Benu Israilitëve. Pas shumë mrekullive dhe dënimeve që Allahu i dërgoi faraonit, më në fund Benu Israilitët u lejuan të largoheshin. Në udhëheqjen e Musait a.s. ta e kaluan detin, që u nda mrekullisht me dysh dhe shpëtuan. Faraoni dhe ushtria e tij u mbytën në ujë si ndëshkim hyjnor për arrogancën dhe mosbesimin e tyre. Pas shpëtimit, Zoti e thirri Musain a.s. në malin Tur për t'i dhënë Tevratin, ligjin hyjnor dhe udhëzimin për popullin e tij. Musai u largua për 40 net. Ai la Harunin a.s. vllajën e tij si zëvendës për të udhëhequr popullin gjatë mungesës së tij. Por populli nuk e priste me durim kthimin e Musait. Ata filluan të ndjenin pasiguri dhe lohatje në besim. Në këtë moment delikat, një njeriu i quajtur Samiri, i njohur për aftësitë e tij leqare, mashtruese, i shtiu ata drejt një mëkati të tmerrshëm. Samiriu mori arin e stolisë së grave të tyre që kishin marrë nga egjiptianët dhe e shkrinin për të krijuar një statuj, një viç të artë. Viçi nxirrte zë të çuditshëm që pëlliste, binte sikur merrte frymë. Ai u tha: "Ky është Zoti juaj dhe Zoti Musai." Por ai e harroi. Populli në vend që të qëndronte në adhurimin e Allahut që i kishte shpëtuar, ra në shirk. Ata nisën të sillen rreth viçit, të adhurojnë, i përulen dhe të harrojnë të gjitha mrekullitë që kishin parë. Haruni a.s. i këshilloi me durim: "O popullim, jeni vërtet duke u sprovu me këtë. Allahu është Zoti juaj, andaj më ndiqni mua dhe dëgjoni fjalët e mia." Por shumë prej tyre nuk e dëgjuan. Ata ishin të verbër në dëshirën për të pasur një Zot të prekshëm, një formë, një statuj. Kur Musa a.s. u kthye nga mali Tur dhe pa çfarë kishte ndodhur, zemra e tij u mbush me trishtim dhe zemrim. Ai e lëshoi Teuratën në tokë nga tronditja. Ai e kapi Harunin dhe qërtoi rend. Shtëndaloi të më ndiqje kur e pesë ishin në humbje. Haruni i shpjegoi se nuk donte të krijonte përçarje dhe luftë mes tyre. Prandaj kishte pritur me durim kthimin e tij. Musa e kuptoi vllajën e tij dhe ju drejtua Samiriu. Ai e pyeti: "Ç'është kjo që ke bërë o Samiri?" Samiriu ju përgjigj me arrogancë, duke pohuar se kishte parë diçka që të tjerë nuk e panë dhe se kishte marrë një grusht pluhur nga gjurma e melekut dhe kishte hedhur mbi ari. Musai e dënoi Samiriun, i tha: "Largohu, shpordhu, në jetë do të thuash mos më prek dhe do të jesh i përjashtuar nga të gjithë." Ai gjithashtu urdhëroi që viçi të digjej, të bluhej dhe të hidhej në det. Musai pastaj ju drejtua Allahut me lutje dhe pendim për popullin e tij. Ai tha: "O Zoti, më fal mua dhe vëllain tim dhe na mëshironi, sepse ti je mëshiruesi më i madh." Allahu në mëshirën e tij pranoi ata që u penduan sinqerisht. Por ky veprim mbeti një njollë e errët në historinë e Benu Israilitëve. Ky tregim na mëson shumë se besimi i vërtet kërkon durim, veçanërisht kur provat janë të mëdha. Populli që pa detin të ndajë me dysh e harroi Zotin pas disa ditësh. Se shirku nuk e fal Allah, nëse njeriu nuk pendohet me sinqeritet. Adhurimi një statuje, qoftë edhe për pak ditë, ishte mëkati më i madh që mund të bëni. Se udhëheqësi duhet të jetë i durueshëm, si Haruni që përballoi hyrjet dhe mosbindjen e popullit të tij, por priti me mençuri për të ruajtur unitetin. Se pendimi i sinqert është gjithmonë i pranueshëm, ata që e kuptuan gabimin dhe u kthyen me zemër të përulur, Allahu i fali. Inna Allahi yaghfiru dhunuba jamia, me të vërtetë Zoti fal shumë është falës i madh. Se udhëheqësi i vërtet nuk friksohet të përballet me të padrejten, siç bëri Musai kur përballoi Samiriun dhe e ndeshkoi. Ky tregim mbetet një thirrje për të gjithë besimtarët të mos bien në grackën e ndonjë Samiriu modern, e kthen besimin në formë dhe zbukurim, por pa besim të vërtetë. Sot ndonse nuk adhuron më statuja të arta, shumë njerëz adhurojnë pasuritë, famën, teknologjinë, njerëz të famshëm, duke harruar krijuesin që është një dhe i vetëm. Dhe mos e përsërisim gabimin e atyre që pan mrekullinë por zgjodhen një statuj. Kjo histori na thret drejt pendimit, ndaj bindjes së vërtetë dhe ruajtjes nga çdo formë e shirkut të mundshëm. Siç tha Musa a.s. Zoti juaj është vetëm Allahu, ai përveç të cilit nuk ka zot tjetër.